Do ndryshojmë tani mënyrën se si bëjmë prezantimit, pasi të ftuarit e radhës si kanë pasur në studio, por kanë ardhur veç e veç për të dhënë opinionet dhe mendimet e tyre në fushat për cilat janë specializuar ata. Njëri është punonjës social, i cili ndihmon fëmijët në nevojë, ndërkohë që bashkëshortja e tij është drejtoresh programesh në Institutin Liberal Pashko. Sot janë të dy këtu me mua për të folur për veten dhe në emër të njëri tjetrit edhe për çdo çift të rinj që vjen në Tiranë për të bërë karrierën e tyre dhe të ardhmen më të mirë. Erviola Osmana është me mua, faleminderit që pranuat ftesën. Dhe bashkëshorti i saj, Claudio Pulaha, është kënaqësi. Tani bashkëshortja apo bashkëshortja e kujt? Kështu duhet ju prezantoj të dyve? Më tregoni pak për hapat tuaj të parë së bashku. Unë kam studiuar shkenca politike dhe normalisht pas përfundimit të studimeve, personalisht u përballa me disa sfida për sa i përket punësimit. Kjo për vetë faktin se pavarësisht se shkenca politike si degë është një degë shumë e mirë, por nga ana tjetër do na duhet ta pranojmë që nuk është një profesion mirëfilltazi. Dhe normalisht studentët e shkencave politike janë përballur dhe vijojnë të përballen me sfida për sa i përket integrimit në tregun e punës. Ndoshta në krahasim edhe me bashkëmoshatarët e mi në atë periudhë, unë u tregova disi më e shkathët dhe u kanalizova direkt në shoqëri civile. Dhe ai ndoshta ka qenë takimi i parë dhe me Claudion, duke qenë se unë fillova aktivizmin, pra merrja pjesë, shikoja në çdo moment kudo ku kishte organizata shoqërisë civile, po flasim për vitin 2016 kur organizatat rinore kryesisht kanë qenë shumë aktive dhe bënin një punë të jashtëzakonshme. Dhe rrjedhimisht mundësitë për të aktivizuar, për të marrë pjesë në trajnime, në workshope të ndryshme kanë qenë absolutisht më të mëdha. Dhe aty ka qenë dhe piknisja e karrierës time. Por tashmë pavarësisht se po bëhem pothuajse 10 vite angazhim aktiv, ajo si çfarë mund të them unë me bindje të plot është fakti që karriera ime ka qenë e qëndrueshme, ka qenë e stabilizuar, ka qenë koherente dhe ka qenë vetëm një element i cili ka qenë dominant gjatë gjithë kësaj periudhe dhe ky element është shumë i thjeshtë, është puna dhe vetëm puna. Edhe këtu ndoshta kemi punuar me një pasion shumë të madh, kryesisht në atë kohë për çështjet e fëmijëve dhe të rinjve dhe pa diskutim kemi qenë aktiv dhe kemi tentuar të ndikojmë dhe të japim atë ndikimin ton pozitiv në ato që ne i quajmë politika rinore, strategji rinore, të cilat në nivele makro apo në terma më afatgjatë do sillnin ato ndryshimet pozitive në çështjet e mirëqenies së të rinjve. Claudio, a duhet të besoj unë këtë përkushtimin tuaj hyjnor ndaj punës, apo sikurse çdo çift duhet them që i përiknit pak atyre workshopeve për të fituar kohë së bashku e për të ndërtuar jetën paralel me punën? Në fakt ka qenë shumë e vështirë për të së vërtetës, sepse të punosh bashkë dhe të ndash të njëjtën punë, ke sfida dhe të gjitha të punën që ti kishe vënë në zyrë, do duhet që ta merrje edhe pas orarit të punës. Dhe kuptohet gjitha ato diskutime se si mund të bëhesh më mirë në një aktivitet apo se si mundet që të ndryshohet diçka pozitivisht. Kuptohet në gjitha ato nismat që ne ndërmenim, e kishim jo 8 orë punë, por e kishim mbi 8 orë punë. Ajo që do të thotë sa e thjesht mund të jetë në një moment caktuar që ti të ndash pozicionin e punës me dikën që nesër pas nesër është e fejuar apo bashkëshortja, aq edhe e vështirë është, sepse është shumë e vështirë dhe kjo pjesa e ndarjes personale dhe profesionale. Por për të së vërtetës ne kemi qenë mbështetës ndaj njëri tjetrit dhe theksoj faktin që ju e bët një pyetje më para si të prezantohemi bashkëshortja apo bashkëshorti i. Dhe realisht, të paktën personalisht, e ndjej shumë veten krenar që në momentet të caktuara unë prezantohem si bashkëshorti i Erviolës. Pse? Sepse dua që edhe më saktë kam parë gjithmonë dhe kam patur ëndër që si kushdo, gjithse cili prej nesh që personi që ne kemi në krah të jetë pse jo më lart se sa ne, por që dikush të ketë sukses pa diskutim që si bashkëshorti dhe bashkëshortja do duhet që të mbështesin në momentet caktuara, mos them gjithmonë, kur duhet të vonë që të jemi mbështetje edhe në ato orët e gjata të punës, por edhe në shumë çështje të tjera të cilat nuk lidhen drejt për së drejti me punën, por edhe jashtë punës. Sepse kemi dhe raste që në momentet caktuara kur si unë si Erviola mund të kemi një punë që mund ta tejkaloj ato orarin e punës dhe pa çka se tani ne nuk punojmë më të njëjtën punë, Erviolës do duhet që të
punoj më tepër, qoftë edhe në shtëpi, hapat laptopin, hyn atë botën e vet përsëri në punë, dhe kuptohet që ne bashkëshortët do duhet që të ndihmojmë edhe me ndonjë punë shtëpie tek këtu, që do të thotë ne mundet që tek e fundit jemi balanca e njëri tjetrit. Dhe këtë gjë deri më tani e kemi bërë me Erviolën dhe pse jo e japim edhe si këshill për çdo çift të ri, por pse jo për çdo çifte janë apo nuk janë të martuar, të fejuar, që tek e fundit respekti për të mbështetur njëri tjetrin me qëllim që ta shohin sa më lart, është shumë e rëndësishme që pse jo në të gjithë këtë jetën e vështirë. Edhe theksoj jetën e vështirë, jo vetëm në Tiranë, por në 12 qarqet e Shqipërisë, çiftet e reja hasin sfida. Por që t'i kalojmë këto sfida, duhet që të dy t'jenë bashkë, me qëllim që të mos kalojmë tek ato shqetësimet dhe problematikat që ne i dëgjojmë çdo ditë në media, se janë të shumta. Mungesa e ekonomisë, mungesa e arsimimit, lloj problemesh na çojnë në sjellje të cilat kanë qenë fatale për personat që ne i kemi dëgjuar në media. E drejt, por tani Erviola, ndoshta është momenti që ju të më jepni një përgjigje sa i takon familjes. Sepse ju nuk keni fëmijë ende, jeni të përkushtuar sikur se thot Claudio, përsëriti atë që thatë ju pak më herët totalisht tek puna, por për një burrë që merret gjithë ditën me problemet e fëmijëve të botës, ndoshta a është e mundur të gjeni pak kohë për familjen tuaj dhe a vjen kjo si rrjedhoj vetëm e angazhimit apo problemeve që hasin çiftet e reja, familjet e reja kur shtohen në kohën e sotme? Në fakt, pavarësisht se ne të gjithë vijmë dakord që Shqipëria, sidomos vitet e fundit, ka pasur një ndryshim të jashtëzakonshëm, patjetër që ka ndryshime edhe shumë pozitive, qoftë në aspekt infrastrukturor, qoftë në aspekt ekonomik, apo qoftë edhe në aspektin e shërbimeve sociale, e them me keqardhje që çiftet e reja gjithnjë më shumë po përballen me sfida, të cilat janë kryesisht sfida ekonomike. Pra nëse flasim për një çift i cili vendos të vinë në Tiranë, sepse shpeshherë Tirana shikohet si trampolin, nga shumë të rinj të rretheve, të qyteteve të tjera, shikohet si trampolin për të bërë një jetë më të mirë. Dhe nëse flasim për një çift i cili vendos të vinë në Tiranë, patjetër që një ndër problematikat kryesore me të cilën ata do përballen është ajo që konsiderohet si kriza e strehimit. Pra pavarësisht se ne shikojmë paradoksalisht një bum ndërtimesh, një Tiranë e cila po zhvillohet gjithnjë më shumë dhe shumë mirë bën që po zhvillohet, por nga ana tjetër ne shikojmë një rritje ndoshta jashtë logjikës ekonomike të çmimeve të apartamenteve. Sa janë ose më saktë sa e kanë të mundur një çift i ri në Tiranë të mund të blejë një apartament në mënyrë që të fillojë atë familjen e vogël dhe të nisë jetën familjare në Tiranë.